Bismillahirrahmanirrahim. Tu tash jemi pranë xhami e vogël e bukur, historike, e cila e mban emrin Xhamia e Omerit radhiyallahu anhu. Kur flitet për Omerin, ne thamë, ato janë sahabët për të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sahabët e mi janë sikur yjet, cilin ta ndjekni ju qetë me yje qëra herë kur kanë uftu. Cilin ta ndjekni nuk gaboni. Të janë sahabët e mëdhej të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka patur edhe shumë, po këto janë Khulefai Rashidin. Pas Ebu Bekrit vjen Omeri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Omerit, Omer, ti kur e merr rrugën, nëse shejtani është duke ardhur kënde, kur të shef ti largohet. Ta lëshon rrugën, s'ka mund shejtani me i bë ballë Omerit, nga imani i tij që ka patur. Omeri kur e ka pranuar Islamin, ka shku ta pret pejgamberin. Por duke ndëgju surët të Taha, ku është lexuar në shtëpinë e dhëndrit të Omerit, të motrës së Omerit, dhe leximi i Kuranit ja ka zbut zemrën dhe Omeri e ka pranuar Islam. Por edhe kur ka ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omeri ka marrë shpatën dhe ka thonë: nëse dikush guxon të më thotë se pejgamberi ka ndruar jetë, unë ja hek kryet. Zguxon kush më thonë, çaq Omeri që ka qenë i teptis mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka hip në hutben minber dhe ka thonë: o njerëz, kush e ka adhuru pejgamberin, pejgamberi ka shku. Kush e ka adhuru Allahun, Allahu vazhdon të jetë i pavdekshëm. Omerit kjo i ka trokit kështu edhe u ka qetësu. Omeri ka bon një dua shpesh, edhe pse kam patur miqde prej pejgamberit se do të bien shahid. Kush? Omeri dhe Othmani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke kalu kodrës e Uhudit, kodra e Uhudit u ka lëviz. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: qetësohu kodër, se mbi ti kalon një pejgamber, një siddik dhe dy shahida. Një pejgamber, një siddik dhe dy shahida. Pejgamber pro pejgamberi. Siddiki kush është? Ebu Bekri. Dhe dy shahida kush mbesin? Omeri dhe Osmani. Pre ati ato e kanë ditë se do të ndrojnë një jetë shahid. Po lutja Omerit ka qenë: o Zot, ma mundëso të vdes shahid dhe të varrosen në Medinë. Subhanallah. Atëherë në Medinë s'ka pas luftë, Medinë ka qenë lirë. Luftat janë bo larg, në Irak, në Sham, në Egjipte, në kohën e Omerit. Omeri i ka mposht di perandorit e mëdha, dy superfuqit asaj kohe, Bizantia dhe Persia. Kanë qenë këtu, kanë qenë fuqi si kur sot që kenë në botë 2-3 fuqi. Omeri i kanë poshtë dhe kanë hinë në Islam, edhe Bizantia dhe Persia. Bizantia ka qenë Romakët, Persia ka qenë Irani i sot. Omeri radhiyallahu anhu këtë lutje që e ka bon nuk i ka shku kot. Duke falë sabahun në mihrab, ai mulgjemi ai persiani me gjusi që e kanë adhuru zjarin, tinzisht e ka therë Omerin radhiyallahu anhu dhe Omerit i thot shahidul mihrab, shahidi mihrapit, se në mihrab ka ra shahid. Kur ka ardhë në vete, çka e ka pyet djalin e vet? O birim, çka bon muslimant me namazin? Sa i ka qenë duke u falë. Derti, pyetja e parë ka thënë: çka bon muslimant, çka bon xhamati me namazin? E krytën o bab, elhamdulillah. Po pse pyet ti? Ka thonë se kam frikë, se ndoshta e kanë lënë sabahin, ju kanë bet pa falë, e kur ti pyet Allahu dhul xhelal ditën e gjykimit, filon sabahun, pse se ke falë, do thot po u pre Omeri edhe mbet sabahu, që të mos përmendet Omeri për lënien e sabahut. Çat që ka pas Omeri këtë frikë, pra, dhe e pam te varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Ebu Bekri dhe është Omeri radhiyallahu anhu. Ati ku është Omeri, Hazreti Aisha e ka rujt për vete, se është dhama e Hazreti Aishës. Çati është? Hazreti Aisha e ka lënë për vete se në dhamë të vetë, u ka vorros. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe baba i Aishës, Ebu Bekri. Mirë po, para se ta dorëzon emanetin, para se të dorëzon shpirtin, është përmallu dhe e ka çu djalin e vet, shko pyete Aishën, a ma lejon çat vendin, pasi unë shkoj para asaj, a me lejon qatë vendin ku e ka rujt për vete, dvorrose mune nga dy të dashurve të mi, afër pejgamberit dhe Ebu Bekrit? Aisha e ka bon nomi.
Ka thonë po, ja fala, nuk ka problem. Ka thonë Gjobirim, edhe masi ta dorëzoj shpirtin, shkoj ta pyetish Aishën edhe një herë. Se ndoshta tash pse jo ngjall, mos po thotë po shorohet e mandej thotë nuk ma dha vendin, nuk ma fale. E kështu ka thonë, edhe kur ta dorëzoj shpirtin, shkoj edhe një herë, sigurohu. Edhe shkon djali Hazreti Omerit, i thotoi nënë muslimanëve, baba ndroi jetë. Ai në atë fjalë, në atë premtimin që ja ke fal vendin, që të vorroset baba jem aty, tha po, ja kom fal edhe u kri ajo punë. Edhe vorroset Hazreti Omeri afër dy shokëve vet të dashur, afër pejgamberit dhe afër Hazreti Babekirit. Pra, sahabët të Hulefaj Rashidinët, Ebu Bekri dhe Omeri janë çati te pejgamberi, Osmani është e varrezat ku janë Xhennetul Bekia, kurse për Aliun në Kufe, në Irak, e ka varrin. Pra kështu është çështja e tyne 4 Hulefaj Rashidinëve. Sidomos Omeri, kur përmendet Omeri, subhanallah, Omeri nuk ka qenë kështu i ashpër është. Bile, kur e kalon Hazreti Babekiri Omerin, dhe e kanë marrë vesh sahabët, se Hazreti Babekiri e kalon bas vetes Omerin. Hazreti Babekiri e ka pas atë autoritet, dhe atë guxim, dhe atë besim. Ka thonë, bas meje vjen Omeri. Njoni ka thonë, ja e Babekër, sjellë Omerin, është shumë i ashpër Omeri. Ka thonë, vallahi ju nuk e dini. Omeri jashtë është i ashpër, mbrenda është shumë jurt. Më i mirë është mbrenda se jashtë. A njerëzit e sotit jashtë janë të mirë, po mbrenda ndryshe. Omeri ndryshe ka qenë, jashtë të duk ndryshe, ama mbrenda ka qenë shumë i butë, shumë jurt. A kështu jashtë, njerë të berberi ka qenë Omeri ka tesh. Kur ka tesh Omeri, berberit i ka ratë fikë. Pi frikës, ka kujtu sa ati i bërtet. Kështu ka qenë Omeri, i thojshim plesh për para nufus. Ka qenë i trishtushëm Omeri, ama ka qenë shumë ju. Për fund, njëherë Omeri duke ecur në për Medine, natën, për me pa hallin e muslimanve, në një shtëpi ka dëgju një fëmijë duke qajt me të madhe. Edhe prej jashtë Omeri i ka ra derës me shtagën e vetë. Ka thonë, heshtë atë fëmijë mos e le të qaje. Pse qanë fëmiju? Ka thonë, pse qanë fëmiju shkopito Omerin. Ajo se ka ditë se Omeri është ki. Ka thonë, për çka ka Omeri me këtë? Ka thonë se Omeri ka pru një liqë. Fëmijëve të posalindur nuk i jep shtesë fëminore. A dini unë në botë kush e ka nisë shtesën fëminore? Me dhënë për fëmijët shtesë. Omeri është i pari në historinë njerëzore. E mandej e ka marrë gjithë bota. A djetë ne i kanë thënë për para deçkja, shtesë fëminore, Omeri e ka fillu këtë. Mirë po, Omeri ka pas një rregullore, si e ka bo, ka thonë fëmijëve du t'ju jepet shtesë, pasi ta da nona prej gjirë. Pasi ta da. E shka ka bo kjo gruja? Për me marë për fëmijën shtesë, e ka nda fëmijën para kohë. Edhe kur i ka thonë Omeri, mëse le fëmijën të qaje, pse po qanë, ka thonë shko pyte, se e ka da para kohë. Shko pyte Omerin. Ka thonë, për çfarë faj ka Omeri? Ka thonë se ai nuk i jep fëmijëve të posalindur me njëherë shtesë, po derisa t'i ndajnë, e në unë prandej e kom da, për gjirit. Ka thonë, eja nesër të Omeri, unë intervenoja. Edhe kjo shkon. Kur shkon? Të Omeri ka shkon. Subhanallah. Ka thonë, pram, kështu më ka ndodhë me Omerin. Gjithë halli, po që si e tregum. Ka pru vendim, pre qatë herë, ka thonë, mo fëmijëve duhet me ju dhonë shtesë sa të linde, jo me i lonë me qajtë. Kur e ka falë sabahun, muslimant gjemati, sahabët, së nja ka ndalu leximin e Kuranit duke qajtë. Qaj Omeri i ashpër, qaj që i ka ratë fikë pse ka tesh. Para njërëve kështu është duk. Së nja kanë marë, së nja kanë kuptu leximin duke qajtë. Kur e kanë pytë, pse ja Emir el Mumnin, qka ke? Ka thonë, nuk e di sa fëmijët muslimonëve i kam shti me qajtë. Me ligjin, me rregulloren që e ka bo, që me i dhonë fëmijëve mbasi t'i dajnë, sa fëmijët e muslimonëve i pas ka shti Omeri me qajtë. Jo me i vra, jo me i masakru, po vetëm se i ka nda para kohë, Omeri ka llogarit gjunat madh për vete, ka thonë sa fëmijët muslimonëve Omeri i ka shti me qajtë. Andaj, të flitet për këto njerëz të mëdhej është merit, është kënaqësi, është mirë të lexoni ka tash historiat e tyre të bukura, pra mjaftojmë edhe me këtë. Kjo është xhamia e cila mban emrin Xhamia e Omerit, edhe një herë themi se nuk kanë qenë xhamiat këtu në kohën e Omerit, as kohën e Bubekrit, i ka ngritur si shenjë, i ka bë
Omer ibn Abdulazizi. Omer ibn Abdulazizi është stërnipi i Hazreti Omerit. Ka qenë një halif shumë i drejtë. Edhe ai për respekt të këtij në sahabëve ka vu disa shenja dhe kjo xhamia e Ebubekrit, kjo Omerit, kjo e kur kanë ardhur Osmanlit, edhe një herë them, në kohën e Sultan Abdulhamidit janë ngritur, që kjo është e ngritur prej atëherë. Edhe këto janë pra historitë e shkurta të këtyre sahabëve, të këtyre hulefaj rashidinëve. Elhamdulillah, milion herë që Allahu na ka mundsuar me ardhë me i pa këto vende, me fal namaz xhamit pejgamberit, me vizitu këto. Zoti na e pranoft këtë ibadet inshallah. Allahu ju shpërbleft. Selamu alejkum. Selam.